Jemi rikthyer në studio, siç ju thash edhe më herët do të flasim lidhur me një ndryshim të rëndësishëm. Influencerët dhe blogerët nuk janë më thjesht përdorues të rrjeteve sociale, por tashmë konsiderohen zyrtarisht subjekte tregtare. Ligji i ri i publikuar në fletoren zyrtare si pjesë e paketës fiskale e shtrin aktivitetin ekonomik edhe në internet. Çdo person që gjeneron të ardhura online detyrohet që të regjistrohet në SHKB, të pajiset me NIP dhe të publikojë të dhënat bazë në profilin e tij. Postim apo punë tetorare? Kjo është pyetja që lind në këtë pikë. Sa fiton sot një influencer dhe apo hyn kjo botë në një epokë të re ligjore, bota digjitale? Ne do të kemi mundësinë të diskutojmë sot për të marrë patjetër përshtypjet, si është përcjell ky lajm, nëse duhet funksionojë njëjtë për gjithë apo duhet ketë disa diferencime. Un kam të ftuar në studio Suada Mata, influencuese, më saktë, po ta themi kështu se do thosha influencer Suada. Influencuese, të falenderoj që je me mua. Dhe po ashtu në një lidhje të drejtë për drejtë online kam edhe eksperten e ekonomisë Oligerta Hoxha. Përshëndes Oligerta. Përshëndetje. Po e nis me ty për të sqaruar së pari se çfarë ndryshon konkretisht ligji i ri për influencerat dhe për blogerët, për të bërë një panoramë të gjithë situatës, çfarë ka ndodhur, çfarë do të jetë ndryshe. Atëherë, influencerat, siç e thatë edhe ju, duhet që të hapin mitin, domethënë të konsiderohen si aktivitet. Se në fakt unë konsideroj si të drejtë, sepse në bazë të ligjit, çdo gjë që sjell të ardhura duhet të evidentohet dhe në bazë të saj. Edhe për shembull, në qoftë se ti merr parasysh divan, në qoftë se ti ke të ardhura mbi 50.000 lekë, ti duhet i deklarosh. Nuk di se influencerat kanë të ardhura më të larta se 50.000 lekë dhe i kanë të vazhdueshme. Është bërë tashmë një punë e mirëfillt. Ligji i ri thotë që duhet të hapi një gjithë subjektet e tjera. Është një hap i cili me sa duket duhet jetë ndikuar nga fitimet që vijnë nga rrjetet sociale, apo jo, Suada? Janë një burim i mirë të ardhurash. Për aq kohë sa dëgjojmë lart e poshtë shumat që marrin për një reklam, pse jo mos kthehet në një rregull tamam si të gjithë profesionet e tjera. Cilat janë këto shuma që bëjmë ndoshta edhe një rikthim dhe një përmbledhje të situatës për qytetarët që e ndjekin? Shumat që ne dëgjojmë nëpër intervista kanë prekur shumat ndryshme, domethënë kanë qenë relativisht mëdhaja dhe edhe të çuditshme, por shumë të habishme për vetë faktin që sa paguhet një reklam në story apo në një post ose në një reels. Kështu që për aq kohë sa kjo është kthyer në një aktivitet ekonomik, pse jo mos të funksionojë si një profesion tamam normal, si të gjithë që paguajnë taksa apo tarifa të ndryshme për pjesën e punës që bëjnë. Pra ti e sheh si një hap të drejtë? Unë e shoh si në parim si një hap të drejtë. Për aq kohë sa rrjetet sociale tashmë nuk janë më thjesht për argëtim, për një pjesë të madhe të njerëzve kjo është kthyer në një punë me fitime ndoshta edhe maramëndse, dhe po jetohet me këtë gjë. Po jetohet dhe po jetohet mjaft mirë të paktën. Domethënë atë që po shohim çdo ditë në rrjet, mendoj që po jetohet mirë. Ndoshta për një pjesë të madhe që janë akoma shumë të vegjël, jo, sepse janë në fillimet e veta, por për pjesën që ne shohim rëndom në rrjetet sociale, po them për influencerat VIP, mendoj që po jetohet mjaftueshëm mirë. Suada, pyetja që lind natyrshëm këtu është si mund të bëhet identifikimi? Pra ti je influencuese në rastin tënd, poston në rrjetet sociale dhe ndan nga përditshmëria jote, por pa pasur ndonjë përfitim të madh ekonomik. Ndërkohë nga ana tjetër ke të tjerë të cilët e kanë si punë me orar të plot. Pra si mendon që do të shkojnë drejt identifikimit të këtyre rasteve? Po, unë mendoj që duhet ketë një dallim te kjo pjesa e ligjit. Domethënë nuk mendoj që duhet të tarifohen të gjithë personat që janë futur tashmë në rrjet për ta kthyer Instagramin në një mjet biznesi. Domethënë kjo besoj se është mjaft lehtë e verifikueshme, që në momentin që ti shikon bashkëpunime apo reklama të ndryshme me brande të ndryshme, në atë moment mendoj që duhet fillojë dhe tarifimi i personave dhe ndarja e grupeve. Se jo të gjithë mendoj duhet futen dhe të hapin nipt. Një influencer që mendoj është akoma me 2K ose 5, nuk mendoj që është në atë rrugën e drejtë që duhet se s'bën të tarifohet momentin që sapo ka filluar me këtë gjë. Dhe kur akoma ndoshta si ka marrë frytet e para profesionit që tashmë ka filluar.
Mendoj që është mjaft e lehtë e verifikueshme që në momentet e transaksioneve bankare mendoj, të ardhurat që derdhin, mendoj që mund t'jetë e verifikueshme kjo gjëja. Patjetër, sepse janë, siç edhe ti e përmendë, transaksionet bankare të cilat figurojnë në sistem dhe nuk e se si i shmangesh. Të zbardhura. Ndërkohë, nga ana tjetër, Oligerta, çfarë do të thotë në praktik të kesh nipt për një influencer? Cilat janë hapat? Çfarë duhet të bëj? Atëherë përveç regjistrimit të nipit i cili bëhet i detyrueshëm, do të shtohet diçka si që tha Suada, normalisht që duhet të hapin nipit, të mund të hapin që ta kanë filluar nëse pa konsideruar. Normalisht është formulari që ka shëtë deklarohet një herë në vit, mund të deklarohet të ardhurit. Një ka të që duhet ta bëjmë çdo muaj sigurime shoqërore dhe funditore, sepse për hapjen nipit shikon edhe që bëhet të nërës një biznes komercial. Do këtë rikërime kundër shtetit, të cilat mund të minimale, por duhet të funksionojnë si çdo lloj biznesi tjetër. Ndërsa ka influencer që kanë shumë amarin të normalisht nuk kanë të shmërë në kësaj gjëje. Në përshembull do thoja praktikët e huaja që ato e kanë detyruar të bëjnë sponsorizime, bashkëpunime, në mënyrë që ta bëhen edhe ndarja. Unë shoh një shifër shumë gati të frikshme, do thoya unë, Suada. Në vitin 2025 janë identifikuar rreth 100 profile që kanë gjeneruar mbi 33 milion euro të ardhura përmes punës së tyre online si influencera. Do doja një koment së pari nga ty, pastaj edhe nga Oligerta, duke qenë se mund ta lidhim patjetër këtë si një profesion me një të ardhme goxha të mirë që mund të sjellë edhe të ardhura të mira për buxhetin e shtetit. Së pari një koment, si është shifër e majme? Është goxha e madh, më thënë tani që po e dëgjoj, është goxha shifër, por mendoj që pas gjithë kësaj pune është edhe ajo puna pas që askush nuk e sheh. Sepse nuk do thotë që ti je influencer dhe ke një orar fiks që atë kohë si ti do punosh, një punë 8 orash dhe pastaj mbyllet çdo gjë. Ti e tërkohës duke krijuar, duke ideuar, duke edituar video, sepse askush nuk e sheh punën që bëhet pas. Thonë ne gjithmonë shohim atë përfitimin që influencerat kanë, ose dhe një VIP ka, por asnjëherë nuk e shohim punën pas. Pastaj kjo vlerësohet edhe në bazë të përvojës ose eksperiencës që gjithkush nga influencerat ka. Normalisht që secila nga ato vendos edhe tarifën e vet për ta ekspozuar ose jo një story, ose për ta marrë parasysh ose jo një biznes. A ke djeni se cilat janë tarifat një minimale për shembull? Jo, ndoshta mendoj mund të filloj diku te 200 euro, mbi 200, mendoj unë. Po pastaj varet edhe në bazë të followersave që ti ke. Dhe të ndikimit patjetër. Ndikimit që ke në treg dhe se sa e përhapur je ti dhe se sa vetë ta shohin atë. Plus që është edhe kjo gjë sa virale që do bëhet posti. Sepse ndoshta jo të gjitha reklamat që reklamohen shkojnë drejt viralitetit. Duhet se s'bën që ti të gjesh atë gjën që të godasi tek masa, që ta shohë një grup i madh njerëzish. Dhe sa informacione mendoj ke edhe për produktin, se pastaj kjo është pak edhe thik me dy presa, se jo çdo lloj produkti mund të reklamosh ose mund ta marrësh përsi për ta reklamosh, momentin që nuk ke asnjë lloj dienie. Patjetër, do të mbetemi edhe tek ky diskutim sepse mendoj është më i rëndësishmi ndër të gjithë, por së pari një koment Oligerta lidhur me këtë shifër që unë e përmenda dhe mënyrën se si këto subjekte tregtare online tashmë mund të kthehen në një formë shumë të mirë për të gjeneruar të ardhura në ekonominë shqiptare. Atëherë, duke nisur nga shpiga që ta po përmenden, do të thoja që po marrësh në mënyrë proporcionale, këto një influencera janë biznese të cilat gjenerojnë të ardhura mbi 14 milion lekë. Që quhen biznes i mirë, nuk mund të thuash që nuk gjenerojnë të ardhura apo nuk kanë aktivitet ekonomik. Dhe qëndroj idesë që duhet patjetër që të hapin një nip, që të jenë në bizneset e tjera. Sepse ti shikon për dishmëri, pesa më madhe bizneseve, nuk i adhin 14 milion lekë, apo i adhin, dhe nuk i deklarin tjetë mua vetë këto pjesë, por gjithsesi do të thoya që bëhet e nevojshme. Normalisht që puna pas është një punë shumë e madhe, dhe influencer është e vështirë, por çdo lloj pune është e vështirë.
Dhe në gjithsesi të jesh një biznes, normalisht që herë punon më shumë se 8 orë, herë punon më pak, nuk ka një limit mbi këtë. Një tjetër serim që do doja që ta bënim lidhet edhe me ata që refuzojnë të hapin një NIP. Çfarë ndodh, cilat janë penalitetet? Atëherë, penalitetet normalisht që ato do ishin kundër ligjit në qoftë se refuzon, se qoftë se ligji thotë që ti në qoftë se kryen aktivitet dhe duhet hapësh një NIP, atëherë kalon në penalitete. Penalitetet janë shumë monetare dhe më pas mund kalojnë në penalitete të tjera administrative. Mund të mbyllën llogaritë, mund të procedohen e tjerë. Po ndërkohë të sugjeroja që i leverdit më shumë të hapin një NIP, sepse edhe në qoftë se ato do ta marrin shablon që do i deklarojnë të gjitha të ardhurat, sepse janë të ardhura që mund të shikohen mjaft mirë nga bankat se çfarë të ardhura kryese kanë. Do i rezultonte që do paguanin më pak në shumë se do hapin një NIP, duke qenë se ka pasha pagesë deri në 14 milion lek janë 0% certifikimi dhe mbi këtë është 15% sa vlen pa hapur një NIP. Olgera, një pyetje shumë të rëndësishme, se ndoshta ka nga ata që na gjejnë në këto momente dhe natyrshëm pyesin po sikur një ditë unë thjesht e heq dorë, edhe pse kur ke të ardhura të mira, madhomendja vështirë se heq dorë dikush. Çfarë duhet bëj me këtë NIP në momentin që e mbyll llogarinë me të cilën ka gjeneruar para për një kohë në rrjetet sociale? Në momentin që aktiviteti pësëllohet, është një procedurë që bëhet në qendrën kombëtare të biznesit, që është pësëllimi i aktivitetit. Normalisht duhet këtë paguar gjitha detyrimet vendore dhe ndaj tatim taksave dhe pësëllohet. Është një procedurë shumë e thjeshtë, në 24 orë aprovohet. Pra gjithçka funksionon si çdo subjekt tjetër tregtar i cili është regjistruar me një NIP. E hap atë në qendrën kombëtare të biznesit dhe vijon më tej me procedurat e tjera për çdo rast. Sa mund të bëhen influencer kushdo që ka dëshirë, Suada? Mendoj që mund të bëhet kushdo. Tani në këtë kohë që ne jetojmë, njerëzit nuk kërkojnë më perfekcion, kërkojnë natyralitetin tek secili nga ne. Dhe një njeri thjesht mendoj që mund shkojë drejt pjesës së viralitetit. Dhe mendoj që mund pëlqejë akoma më shumë. Pa mund a të bën kjo detyrimisht një njeri i cili ka ndikim? Apo thjesht një njeri i cili ka një video e cila qarkullon në viralitet lartë? Nëse ti ke ndikim pozitiv tek masa, dhe reflekton emocion, sinqeritet apo pozitivitet tek njerëzit që të rrethojnë, patjetër që mund shkosh drejt viralitetit, sepse nuk është domosdoshmëri kush që ti duhet të jesh person VIP, që të bëhesh influencues për masën që ne kemi ndjekës. Nëse ti ke domethënë që shfaq një emocion tek njerëzit dhe tregon ato që çka është në përditshmërinë tënde, ka plot njerëz që gjejnë veten tek ty. Domethënë ne po shkojmë drejt asaj rruge që njerëzit që na ndjekin duhet mendojnë që kjo jam unë. Domethënë edhe unë jam kështu, edhe unë i bëj këto gjëra. Dhe pse jo, ai që ndjen, domethënë që mund t'japi diçka, mendoj që mund të shkojë drejt asaj rruge. Mund shkoj drejt asaj rruge patjetër. Por nuk do të thotë që në shumë momentin që ti fillon dhe merresh me këtë punë, patjetër që ke fitime, sepse të shkosh drejt tek fitimet, duhet kalosh goxha punë, ndoshta javë, muaj, po edhe vite, në momentin që ti ta ngresh pjesën e Instagramit ose po them dhe TikTokut, dhe se sa i pëlqyeshëm je nga masa. Dhe në ato momente pastaj mund të vinë dhe bashkëpunimet me brandet ndryshme. Çfarë kërkon masat? Paktën nga ajo çfarë ti ke parë deri më tani. Për aq kohë sa merresh me rrjetet sociale, sepse të jesh edhe mami me kot plot është po ashtu e vështirë. Për shembull, kontekstin që unë krijoj zakonisht është rreth përditshmërisë time, fëmijëve, jetës time private, marrëdhënies me tim shoq, punëve të përditshme që kemi dhe punëve të shtëpisë, gatimit. Dhe masa që mua më ndjek është një komunitet relativisht gocash, vajzash, mamash më shumë, dhe që në ato pa komente ose mesazhe që marr janë që sa mirë, domethënë që ka njerëz të tillë, dhe mendoj si unë ka dhe plot tjerë,
që shfaqen gjëra nga përditshmëria, sepse kjo na bën që të mendojmë që jo vetëm unë u lodhem kaq shumë, jo vetëm unë kam probleme me fëmijët ose probleme të ndryshme me marrëdhënie familjare, por është edhe dikush tjetër që e shfaq këtë gjë dhe mendoj që kjo dhe i bën të ndihen më mirë. Ndoshta që kanë dhe dikë tjetër që i vuan po këto lloj problematikash. Dhe në qoftë se ti e ke këtë ndikimin pozitiv tek njerëzit, atëherë do s'do që do shkosh drejt asaj pjesës që do pëlqehesh. Ma ka diçka e cila lidhet me etikën. Etikën dhe sa larg mund të shkoj ndikimi i njërit apo i tjetrit. Unë por i kthej rastin e Kinës. Kina vetëm përpara pak kohësh doli me një vendim për të ndaluar të gjitha ata që punojnë influencera të flasin lidhur me çështje mbi të cilat nuk kanë informacion, mbi të cilat nuk kanë kryer studime të mirëfillta. A duhet të ndodhe njëjta gjë edhe në Shqipëri, pra cila është tendenca, çfarë shet ti, dhe patjetër do doja edhe Oligertën ta përfshija në këtë diskutim, sepse gjithë jemi sot në një formë apo në një tjetër përdorues të rrjeteve sociale për të marrë një koment, por po e nis me ty, Suada. Unë e them edhe shpesh, edhe në postimet e mia dhe në storit, që tek ne çdo kush di çdo gjë. Domethënë nuk kam lidhje çfarë profesioni ke mbaruar, çfarë shkolle, ne flasim për çdo gjë. Momentin që ne kemi atë telefonin përpara, na lindë drejta të flasim për çdo gjë. Mua nuk më zhdukur asnjëherë normale kjo gjë, sepse nuk mund t'i futemi në profesion dhe në dikujt që e ka studiuar me vite këtë, ose po marr rastin e mjekësisë. Tek ne çdo kush e bën mjekun. Me 2-3 këshilla që ne mund të marrim lart e poshtë, ose që i lexojmë nëpër Instagram, ose në Google, ose në ChatGPT, tashmë ne na linë drejta që ta themi këtë gjë me plot gojën. Nuk është se e kemi nga përvoja jonë personale, po thjesht e shprehim sepse kështu e kemi dëgjuar nga dikush që e ka thënë. Dhe nuk mendoj që është normale kjo pjesë. Dhe jam shumë dakord me Kina, nuk e dia do bëhet tek ne, do ishte shumë mirë që të bëhej, sepse pse duhet ti futemi dikujt në profesionin që e ka studiuar me vite. Dhe në qoftë se ti e ke hapur atë profil, mbaje për atë pjesën që ty të takon të flasësh. Për shembull, unë jam mami me kot plot, edhe që në momentin që linda fëmijët, e hapa Instagramin dhe pash që në një poste 2 fillova të pëlqesha, por flisja vetëm për atë pjesën që më takonte. Nuk është se marr këshilla, po them nga një X mjek që unë mund vizitoj fëmin tim, edhe ta paraqis si rast, dhe kështu duhet ta bëni dhe ju se kështu e bëj dhe unë. Në momentin që unë mund t'jap 2-3 këshilla, mendimet mia personale, unë nuk është se i them askujt që ndiq edhe ti sepse mua më ka bërë mirë. Në qoftë se më pyesin, e them si sugjerim, shiko, unë e bëj këtë gjën. Por unë e bëj sepse më ka lejuar mjeku im, për shembull që ta bëj me fëmin tim këtë gjë, ose t'i jap një X medikament. Por jo sepse mua më shkon mendja vet ta bëj dhe po ta them edhe ty, që duhet se s'bën ta bërë sepse ka funksionuar. Por tek ne e bër kushdo. Domethënë gjithkush del në televizor, del në Instagram, del në TikTok dhe jep mend për një gjë që ndoshta si takon fare. Dhe kjo dhe i dëmton edhe njerëzit që të ndjekin, sepse ty të marrin për bazë, duke qenë se ti je një influencer me shumë ndjekës, njerëzit ndjekin për këtë gjë dhe të besojnë. Sepse kemi pyetje nga plot, nuk e di të ndryshme, që edhe unë nuk është se kam një profil me shumë ndjekës, më qellon që të lexoj pyetje nga më të ndryshmet. Për shembull, më erdhi para disa kohësh, më habiti sepse nuk jam mjeke. Thonë dhe nuk është se unë në profilin tim kam vendosur profesionin, diçka që lidhet me mjekësinë, ose një X shkollë që unë kam mbaruar. Ka probleme me syt, çfarë mund t'i bëj? Domethënë e lexova një herë tash. Nuk jam shkote okulistish. Unë i thash të njëjtën gjë bëra me fëmin tim para një muaji. Domethënë për këtë gjë, unë nuk jam askush që mund të t'jap një përgjigje profesionale për një temë që nuk më takon absolutisht. E vërtet, shumë e drejtë, Suada. Një koment Oligerta lidhur me këtë çështje, jemi të gjithë, siç e thash edhe më herët, përdorues të rrjeteve sociale dhe ndonjëherë ndodh edhe të ketë situata të tilla si kjo që sapo e tregoi Suada, që nuk e ka një profesion të shënuar aty në profilin e saj, por i ka ardhur një pyetje çfarë të bëj me syt, një prej. Po, jam plotësisht dakord me atë që tha Suada, edhe unë jam dakord që normalisht çdo njeri të flasë mbi atë që është ka një edukim apo ka një njohuri të thelluar, jo një njohuri pasiv, se sot nuk kemi njohuri të përtanshme, rrjetet sociale apo internetit, në afër që ne kemi akses
palimit në informacione, por gjithsesi ne e dim shumë mirë që dikush optimizohet me kalimin e kohës dhe sado të jepet ajo njohuria për cifrat, ka detaje që ti nuk i di, nuk i lidh dot, ka detaje që lidhen me detaje të tjera, domos nga pjesa e shëndetit, qoftë e shëndetit përgjithshëm apo edhe shëndeti mendor është si problematik, që jepen shumë këshilla. Edhe normalisht nuk mund të dalë kushdo që t'i japi këto këshilla. Duhet të ketë së pari një bazë informacioni, një fush të cilën e ka studiuar dhe e një mirë. Kështu që mbase kjo është një nga gjërat e reja të cilat duhet ta mendojmë për të futur një rregullatore dhe për ta ripare edhe një herë se si funksionon, sepse mos harrojmë që ndikimi është i madh i rrjeteve sociale. Nuk është i vetmi faktor, por është një prej faktorët që ndikon në mënyrën se si brezat e rinj rriten dhe ne diskutojmë këtë ditë pas dite. Mendojnë që kjo formë re nipti trajtimi i njëjtë si subjekt tregtar i influencerave do të ketë një ndikim për mirë apo për keq, një shtim të tyre, një ndryshim ndoshta si e sheh Suad? Unë mendoj që do ketë ndikim pozitiv. Mendoj unë, sepse pse jo kjo gjë mos kthehet sa më profesionale, që edhe të gjithë bizneset që ti krijon kontakte dhe ke bashkëpunime, të marrin më seriozisht. Në momentin që ti ke një nipt edhe lëshon dhe një faturë, një kupon tatimor, patjetër që mund të jesh më serioze në tregun e biznesit. Dhe kjo punë të shikohet si një profesion i mirëfillt, dhe jo vetëm ke telefonin përpara, xhiron 2-3 video gjatë ditës edhe kaq mbaroi puna jote, sepse ka edhe plot individ që nuk e besojnë realisht punën që bëhet nga telefoni. Është diçka që ti filmon, e paraqet në rrjetet sociale dhe me këtë përfiton një shumë të caktuar që mund të ketë lidhur kontratën. Në momentin që kjo gjëja do bëhet më formale, është drejt asaj rrugës që të kthehet në një profesion të mirëfillt tashmë. Si të gjitha. Si të gjitha. Pastaj se si do funksionojë tek ne, nuk e di më. Ja t'ja marrim një koment Oligeritës lidhur me këtë. Mendon që do ketë një ndikim negativ, fakti që tashmë do duhet që nëse je influencer, i cili patjetër merr fitime, të kesh edhe një nipt. A do të vijojnë të mbjetojnë në treg ata që deri tashmë janë bërë, apo do të vijoj njëjtë tendenca për të sjellë gjithmonë më shumë influencerë të rinj? Unë nuk mendoj që do ketë ndikim negativ, madje mendoj që do ketë ndikim pozitiv, do ketë një vlerë të shtuar, çështja sepse normalisht është të jetë një influencer i mirëfillt, i cili është aty për një qëllim, dhe nuk besoj se do ketë ndikim negativ. Fillimisht çdo ligj i ri kundërshtohet nga eksperienca personale që kam parë, pavarësisht në fushën e influencer apo fushat e tjera, çdo ligj i ri kundërshtohet. Por pas është më vetë kur shikon mënyrën se si përdohet ndikimet pozitive, mënyrën se duhet edhe ti përshtatem, do të thënë i rrit vlerën vetë, sepse shumë biznese duan të kenë që ta faturojnë këtë shërbim, ta marrin si shpenzim. Normalisht ndikimi pozitiv ndiket. E drejtë është, zakonisht mbjeton ai që përshtatet, thuhet, edhe me sa duket duhet të përshtatemi me këtë formë të re. Në fund fare, Suada, një këshill për gjithë influencerat, parë nga sytë e tu, si përdoruese rrjeteve sociale, por jo vetëm. Për mua telefoni është goxha i mirë, po varet si e përdor. Dhe se sa përgjegjësi përmban ti në ato që poston në rrjetet sociale. Do të thënë pavarësisht se tashmë është kthyer në një mjet pune dhe komunikimi po, por duhet mbash mendoj përgjegjësi në momentin që ti e poston diçka dhe jo thjesht ta postojmë edhe kaq mbaron puna jonë. Jemi më shumë se sa njerëz se thjesht dalim në një ekran telefoni. Këtë do duhet kuptojmë. Suada, unë falenderoj për kohën dhe për bisedën. Oligerita, faleminderit po ashtu për kohën edhe për sqarimet lidhur me këtë ndryshim të ri fiskal. Përshëndes.